Pas shqetësimeve të ngritura nga qytetarët për ndotjen e ujit të pishëm disa ditë më parë, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor në Lezhë ka shtuar kontroll dhe analizat laboratorike për të siguruar cilësinë dhe sigurinë e furnizimit me ujë. Mostrat e ujit merren çdo ditë në 13 pika të ndryshme kyçe të rrjetit të furnizimit dhe analizohen në laboratorin përkatës. Rezultatet e fundit tregojnë se niveli i ndotjes është ulur dhe parametrat kryesor fizik, kimik dhe bakteriologjik janë brenda normave të lejuara, thot drejtori i Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Lezhë, Elson Froku. Pas të gjithë ekspertëve të laboratorëve fiziko-kimik dhe mikrobiologjik, nuk ka patur deri në këtë moment që flasim, asnjë moment i cili mund të jetë përcaktues për të ndaluar ujin e pishëm në qytetin e Lezhës. Të gjitha rastet të cilat janë referuar dhe kanë dalë rezultatet, janë konsultuar me ekspertët dhe janë marrë masat e duhura nga një VKSH Lezhë për të bërë analizat edhe në ato pika të cilat shpesh herë janë konsideruar si më problematike. Gjithmonë në çdo kohë kur merren këto analiza, takimet që bëhen me personat ku merren analizat edhe sensibilizohen për të marrë këshillat e duhura kur mund të ketë raste të cilat mund të ndosin ujin në mënyrë sporadike apo në forma të tjera. Për sa kohë një VKSH Lezhë është në krye të detyrës për të marrë mostrat e analizave të ujit të pishëm çdo ditë, do të thotë që uji i pishëm monitorohet çdo ditë. E nëse ka një problem në ujin e pishëm, patjetër që njoftohen të gjitha institucionet përkatëse. Autoritetet shëndetësore vjojnë të mbeten në gatishmëri dhe po bashkëpunojnë me institucionet përgjegjëse për të identifikuar shkakun e ndodhjes së mëparshme dhe për të parandaluar përsëritjen e rasteve të tilla. Nga ana tjetër, qytetarët ftohen të njoftojnë Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor për çdo problematikë të mundshme në lidhje me cilësinë e ujit, ndërsa monitorimi do të vazhdojë në intervale të rregullta për të garantuar sigurinë e konsumatorëve.